أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر أعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين لك اللهم الحمد على ما جعلتنا مسلمين نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وول أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. Të nderuar besimtar, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuh prap deshti që ne të takohemi në punën tonë të përhershme në këtë ditë madhe të këtij muaji të madh mas Ramazanit, me lutjet e tona që i dërguam edhe i dërgojmë pa ndërprer Allahu Jalla Jalaluhu me dëshirë që ai punët që krijim ne t'i ban kabul inshallah taala. Muslimanët kaluan në muajin e Ramazanit ditë pas dite në çdo vend të botës me mirësitë më të mëdha të Allahu Jalla Jalaluhu që ai u solli ative në atë muaj të bekuar e ata në hijet e mundësive të veta zhvilluan aktivitete anë kanë të botës, aktivitete shumë të sinqerta që edhe me desh ndoshta po thamë unë privat, edhe me desh ndoshta jashtë muajit Ramazanit se një organizojnë. Kjo nëse është diçka e veçantë, është diçka e veçantë se muaji Ramazanit është diçka e veçantë. Ato punë që i ban njeriu në atë muaj edhe më i miri i joni jashtë muajit Ramazanit se i ban. Edhe më i miri i joni me argument se më i keqi i joni në Ramazan është më i mirë se jashtë Ramazanit. Më i keqi i joni është Ramazan më i afërt te Allahu Jalla Jalaluhu se kur nuk është Ramazan. Pra kjo do të thotë se më i miri i joni jashtë Ramazanit sa është i mirë sa Ramazan. Prej punëve që na shpjegoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit, fa idha jaa shahrukum ghulqat abwabun niran, mbyllën dirët e xhenemit, wa futihat abwabul jinan, fa hapën dirët e xhennetit. Edhe puna e tretë që ndodh në Ramazan tha wa suffidat ash-shayatin, fa shejtanat lidhen. Fa shejtanat lidhen. Lidhen me të vërtet. Edhe e pam në mesi të zemrës, edhe e pam mesi të diturive tona së bashku me xhamatin ton se në Ramazan shejtani po lidhet. Po lidhet edhe ata e vërtetuar me vepër se po lidhet. Po lidhet në Ramazan se një xhamat gjatë muajit Ramazanit arriti t'i fal 20 rekat taravi nafile me vullnet. E mas Ramazanit drekën farz 4 rekat jo. Në Ramazan me vullnet me kejt familjen kom. Me i fal 33 rekat mas iftari. I lodhen me mundin e bukës edhe të Ramazanit
me i falë edhe ata me vullnet. Aj, edhe fëmijët e ti, edhe gratë të shtëpia, të gjithë në aktivitet, gjithë në pogon, një muaj Ramazan, një maqinë shumë e bukur, një maqinë e jashtëzakonshme e cila e përpunon ummetin e Muhammed Mustafa gjatë 30 ditave, se shejtani i lidhun. Ditën e Bajramit kur zgjidhet ai, ka problem muslimoni, çaj shka i fal 33 rekat natën mas akşamit, ka problem me dire rekat far sabale. Shejtani i zgjidhun. E që tash pra nuk është kjo arsye tim i njerëzve të dobët me thonë se mas i kanë ai i zgjidhun pra po lidh na unë. Nuk gëzon asnjëherë me qenë e kundërta që ai të jetë fitues, po duhet të vazhdon procesi i maqinerisë së aktiviteteve të muslimonit edhe mas Ramazanit. Për shkak se na jemi çato Ramazan, çato mas Ramazanit, çato në atë ibadetin tjetër, ato në atë ibadetin që kaloj, edhe ato të atë ibadetin që po vjen. I nderuar i xhamat, kjo ishte një parathënie shumë e shkurtë e dersit sotit. Ne inshallah me izin e Allahut do të kalojmë xhumojat që po vjen në ibadetin tjetër për ibadeteve shtilla të Islamit. Është feja jonë feja çuditshme. Është feja jonë e çuditshme për ka begatitë dhe bukurit që i ka në to dhe fitorët që i korë muslimonin të. Për ata është e çuditshme. Prej çudirave më të mëdha të fejas tonë, më të bukura dhe më të hareshme, është ajo se feja jonë është feja lehtë. Prej bukurive më të bukura që janë të pazavendësueshme, është ajo se feja ne jemi me një feje shumë të lehtë për të mbajtë. Është e lehtë për atë se është e vume në shtilla të cilët nuk i kushtojnë muslimonit asgjë, po i afrojnë kënaqësi të veçanta, nuk i kushtojnë pasuri edhe nuk i kushtojnë shëndet. Pra, të kundërtana, e kundërtana është e vërtet, i afrojnë pasuri edhe i afrojnë shëndet. Jashtë asaj që i afrojnë sevap edhe xhennet, jashtë asaj onës juridike, jashtë asaj onës dispozitave islame, se me islamin shkohet në xhennet edhe kalohet mirë në këtë dunjë dhe në varr edhe në ahiret. Jashtë asaj, ato i afrojnë për ka xhepi shumë gjona të mira, edhe i afrojnë për ka shëndeti shumë gjona të mira, edhe ja rregullojnë jetën. Shtillat e kam fjalën për shtillat kryesore. Fjala la ilaha illa Allah është shtilla më e trashë e Islamit mbi të cilën ai rrin. Sa kushton me thonë ata? Sa duhet me investu për me thonë la ilaha illa Allah? Për me thonë la ilaha illa Allah nuk duhet me investu asgjë. Që unë po thon 3 herë, edhe ti me siguri se cilën herë shka të thom unë duhesh me thonë ka dalë me mua, nuk dham gjë. Kjo është feja jonë. Kjo është feja jonë, shtillën më të trashë mbi të cilën Islami rrin, Allahu e boni me thonë mas leti, ta pa fije dinori, pa fije intenzivitetit veçant, pa fije kompenzimit veçant, pa fije investimit veçant, pa fije shpenzimes veçanta, thatu la ilaha illa Allahu Muhammedur Rasulullah. Më njëherë je musliman. Punë e dit, tha akemu salah, tha falë namazin, pa e vazhdu fare. Këto janë përsëritura 100 herë në këtë kursi xhamie. Sa kushton abdesi? Sa kushton 1 litër ujë me marr abdes? Ka thonë shariati, ka thonë feja jonë islame, nëse hasni me një vend, nëse hasni me një vend dhe s'keni 1 litër ujë për abdes, po njoni ati po e shet me pare, e ju nuk keni, ka thonë, mirëni te mumë mos ja bleni. Kjo është regulli jonë, ka thonë. E dinu jusrun u alejse bi usr, dini jonë është i lehtë, nuk ka i rëndë. Tha Rasulullah i sahabëve të cilët i qënë Jemen, tha yassiru wala tuassiru, letësone, mos e randoni, se feja jonë është e lehtë. Mos ju thuni njerëzve, muslimana është zorë me konë, se ato që i thanë këtë botë muslimana zorë me konë, kanë anë miqë të islamit, deshtën t'i bindin generatat e tona, se me vazhdun këtë feja është zorë, largonu piksaj se qerat janë letë. E cilët janë letë qerat? Qerat janë letë se veç duhet mu kryqëzu dhe kryet, duhet me u lagë me uje kryet, e s'po përzina në qerat? Feja islame a zorë, ta duhesh me u falë. E muslimoni asë njëherë gjalliri së një tha këtive insanve
Shka i thojnë se Islami azor, se duhet mu fal, as një herë së një tha, e sa kushton me u fal? Sa kushton abdesi? Një litër uj, a i del në qeshme, a i del në lumë, a i del në rek, thanë sahabët, ja Rasul Allah, nëhnu nërkabul bahra, tha na po hip min deti, thanë, edhe ata wadda u min mai, atë morë me abdes për ujit ati, se dishin qeshtja detit, jo peshko, jo kripa, jo kjo, nuk e dishin sahabët ishte mengjesi islamit, thanë atë morë me abdes për detit, a i tha, po se po abdes për detit, po spjegoj edhe një gjohë që ato se pytën, tha, tahurun ma el bahru, tahurun ma uhu, hillun me i tëtu, tha deti, uji ti ashtë i pastër, ajo që i ka ngorë në ta është halal me hongër, do më thonë peshkët që i ka dalë shpirti, hala pa u prish, është halal me hongër. Spjegoj ma shumë se sa e pytën, Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk në tha neve, ujnat e qeshmeve të sokakut janë halal për abdes, me pas thonë kështu dashke vesh qeshëm sokakut me marë abdes. Tha ujnat që i shesin njerëzit me pare, vetëm ato bojnë për abdes, kanë pas do me u bo zëngin prej abdesin këtë dunjo. Prej ujt abdesit ka pas me qenë biznis shumë i rezikshëm, ka pas me qenë ma i rezikshëm se biznisi me lëndët e noftës, ka pas me qenë biznisi madhë shumë, do të ashit që ujnë abdesit shtrejnë shumë, do vetëm atë biznis do të punojshin, e Allah u tha pra, për mos me hin biznis qeshtja i badetit, për me fitut i gjennetin me një bokal të ujit i cili nuk kushton, tha ujin e detit halal e keni për abdes, mos të maje më i mis dikush me shit, se ka shumë a gjë. Uj i lumit tha halala për abdes, se ka shumë s'ka nevoj me shit. Uj i proska dhe është halal si tjeti freskët. Uj i qeshmeve është halal. Uj i burimeve është halal. Tha uj i shiut është halal. Uj i breshtit është halal. Uj i borës është halal. Me kejt këto mirë një mëzdvene puna me bo malverzime me ujin e abdesit, me ujin e ibadetit. Kur kuj si shkoj menja me ju thonë njerëzve po mu falë, zorë ti po thu po, abdesit s'kushton fare. Ndër gjamiës nuk ka bilet. Eja këtu në cati njët notës hin falu tërë më njës, pa problem hiq. Njët notës hin falu. Pa problem hin falu tërë më njës, veç mos hajde në gjami, se ka termo e masit bin qertë me flet, ti me i bot disa zalangur lëqe, se në gjamia në zatë, unë e kam programin me nejnë sokak notën, po notën mraz sokak, e gjamia ka termo, me atë shoqin tem, me shku të gjamia të termo e gjamiës, me edhe me pido anë me hongër sakës, edhe disa fara me i hongër në gjami ku ka termo, se kjo anë mëngu plëk i muslimanve. Këto njerëz janë firaunat e kësaj kohë, këto njerëzit janë parazitat e këti shekulli, e po thojnë se 21 do tjetë shumë interesant, unë po thonë pra 21 prej këti 20 ka një dalim, se me të 20 do të ka që njoni farën 1 minut në 12 në goj, e 21 1 minut për 12 do të qesi për goje. Pra, do të hajen 20 a 21 për lokin do të qesi në tokë. Kjo do të ndodhë, kur gjos do të ndodhë që tërsen. Kam thonë, ata po thonë, idiotët do të jesin idiot edhe 21, hajnat do të jesin hajnat edhe 21, ato njerëzit pa moral, amoralista do të jesin amoralista edhe 21, kur gjos do të ketë ndryshim fare. E 21 shka do të ndodhë? 21 do të ndodhë që trenin do të shkon ma shpejt. 21 ndoshta do të ndodhë që rruga do të jetë me arrafsh. 21 do të ndodhë ndoshta një zbulim i ri kundër sidës, mirë se të ndodhë. Po sidistat nuk do që dukën 21. Ndoshta sida do që dukët, por sidista do të ketë edhe 21. Inderuar i xhamat, feja kjo feja që jemi në ta, arritëm që një muj që i kaloj të agjerojmë, me gjitha pullat e sigurimit, me gjitha sustat e sigurimit të ibadeteve që i banëm për t'i rujtë dhe për t'i pa nesër, e mbyllëm. Muslimanët po kalojnë në fazën e dit të shtilës e cila fare nuk kushton gjo, s'kushtoj ke shahadeti, namazin e pam, as bilet, as abdes me pago me pare, as bilet me hi, as porez, as tatim, as sigurim për mu fal, s'ka kur gjo. Pastrim edhe adhurim Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe pa fije investimit të veçan,
Hasni pak të para, mos të hasni pak të para. Tek puthët me të falet, pa fije problemi se ki që ka ardhë në gjumoj i pari si ka bërgj ati që ka ardhë i mrabi. Kja regulli jonë. Këta bane për gjithmonë mo. Inderuar i gjëmat, tham shtilat islame janë ato që nuk kushtojnë. Abdesis për kushtojke, namazis për kushtojke, Ramazani, sa kushtoj Ramazani? Kush u bën i varfër që ka Ramazan? Kur kush? Po u bën njerëz të pasur. E shka fitun pra ato Ramazan? E fitun ato një pjesë të sevapit që jashtë Ramazani nuk fitohet. Shka fitun ato Ramazan? Rasulullah i thash një derë në gjennet, e ka emnin Rayyan. Tha hinë para derët gjennetit ato që kanë agjiru. Tha kur të krihen ato mbyllët ajo. E ke garantu derën e cila për agjirusit special është kriju në gjennet Rayyan e ka emnin. Tha hinë para dere vetëm ato që kanë agjiru. Kur të krihen agjirusit s'himo kushin ta. Mbyllët për qertë. Kete ke garantu. E që ta është pra, po folin qerët. Ramazani po ban hargjime, Ramazani po ban iftar Ramazani, Ramazan muslimoni hargjon këta, Ramazani është kjo. Hargjon muslimoni 200 mark Ramazan, 300 mark, po qka fiton aj? Fiton hyrje në gjennet në për derë të posaçme nesër. Për Ramazanit ke fitu shumë. Po kaloj edhe mbyket shtil të islamit. Tash Ramazani bashkan gjiti me vete mori edhe shtilën qeter të cilën na nuk e ndritëm fare. Ishte shtila e zeqatit. Ato bashk shkojnë me Ramazanin të muslimonin gjithmonë. Aja gjërë Ramazanin edhe zeqatin e vete nëzirë e jep në Ramazan. Qka ka fitu prej kësaj? Zeka hua tahara vë nëma. Zeqat fjala do me thonë rritje dhe pastrim. Shqip, fjala zeqat do me thonë rritje dhe pastrim. E pastron pasunien edhe rrit atë. Në përmet zeqatit pasuria jote bëhet me e modhe. Në përmet zeqatit pasuria jote bëhet me e pastër. Kush se ka dhonë zeqatin, edhe ma pasuria ati ka ngele pa pastruar, edhe ma pasuria ati ka numron në vend, nuk rritet fare, e nëse nuk zvoglohet. Si rritet? Si rritet? I kam pas 1000 mark, ka thonë hoxha kush i ka 1000 mark si pas Kurani Kerimit, duhet me i dhonë 20 mark zeqat. Kështu është, 25 mark zeqat. 25 mark zeqat, 1000 marka janë. Edhe ka bo njoni men, i kam 1000 mark për zeqat, edhe ju ka dok fjala zeqat e modhe para veti, se duhet me dhonë zeqatin unë eshti. E 10.000 mark, pra 250 mark. Hala ma shumë ju ka rrit ajo 250 marki, se duhet me adhon qetrit. Kush i ka 100.000 mark, ka shkute ajo se 2.500 mark, po duhet me nëzirë. Edhe anal ka thonë kështu. E 2.500 mark një i dare mot-moti be. Në atë vend ka haru, se 97.500 mark i kanë met në gjatë këti, e ka haru në darin e Allahu, se me sa para e ndërej zoti ketë, me 97.500 mark, 2.500 mark, atë bëhet se hua ato 2.500 i ka dhe po duhet një dhonë. Kështu të kaqë smuot në kokë, edhe për këta nuk lip ndiem, të ndime e shpejt, a ndime e shpejt për daljen nga kriza prej kësaj kriza të kursia e xhamis, nuk lip ndiem, hoxha thot kështu. Hoxha s'thot, hoxha s'pjegon, thot ka dale. Prej 100 di e gjithë mbroj 100.000 marka në 2.500 mark. Këto janë një dare e vitit. Apo thuti po, këtu jam me tije. Unë jam këtu me tije, se 2.500 mark janë një dare e vitit. Për fukaran, duesh me jaqu ati që një dare të vitit. Një me një dare të vitit. E ta në shka u bo pra, Allahu gjelle gjelaluhu e gjelle shanu, ka premtu në Kurani Kerim, ka thonë që ato 97.500 që i ke në gjetë, kam premtu në përmet vadit, dejnit tem, edhe fjales time ka thonë të madhruar, se kam me të rritë për 10 herë, dherin 700 më tepër. Kjo a rritja e pasurijës kër i për zeqati. Nëse, mësi e jep zeqatin, nuk e këthen shpinën mrapa me i këshirë, qka boni a i kuja lasha gje. Nëse nuk e këthen, qka boni a i varfuri, që ja qova ndera ti, qka boni me to aj. Nëse nuk e këthen kokën, nëse nuk fol,
Sa Allahu Gjelle Gjelalu tha, për të kur të i për zëqatin, a Ramazan, a jo në Ramazan, edhe i vetë qenësin, se e vash këta heka, si namazin, kur i apë selam, e mbil mu aptim. Ka thonë, është shenji i paralajmruar, se namaz zëqati jo të është pranu të Allahu. Ka thonë, nëse këthen kokën, edhe fjol një fjal, tha Allahu në Kurani Kerim, suratul Baqara, kaulun ma'rufun, wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Tha fjala e bukur, fjala me kuptim, edhe falja e gabimit janë të Allahu më të dashur se fjala e folën më zeqatit edhe sadakës dhonun. Spranohet ka. E mirë, kjo kështu qenë ka. A ka spjegim qëtër adekfat me na kalzu neve me Kurani Kerim? Ku i nxan a i qka fol mas zeqatit një fjal? Ku i nxan a i? Vazhdon Kurani Kerimi po në të njëjtën sure edhe thot qato që mas dhënje sadakës edhe zeqatit folëm një fjal. Tha Allahu në Kurani Kerim, methaluhum ka methali Safuanin alejhi turab asabehu wabilun fatarakahu salda. Tha këto janë si guri i cili është në megjë. Ven lavërtari e lavron arën e vetë edhe shkun plugin, shkun parmenën mbi guri. Ose bjen pluën ta. Tha bjen shiu i verës rënuës edhe e lan atë guri prej plunit. Tha sa ka me të pluën atë guri? Tha aq ka me të se va prej sadakës edhe zeqatit ati i cili folin një fjallë mrapa. Tash kjo kështu është në Kurani Kerim, në onën psikologjike, në atë psikologjien islame, si spjegohet kjo, pse ta kesh ti ndaluar të folësh masit a i për zeqatit, pse ta kesh ndaluar, e ketë ndaluar gjematin dërshëm me folë për shkakse, a i që ti aqove zeqatin të dera, apo ja dhave ndorë dikuj me aqu fukaras të dera, nëse më dëgjon a i se ti halaje të folë për të mirën që ja ke bo, ash i plagosër terin pikën e fundit, në derën, në bravën, në derën shpirtënoret ati. Shpirtënisht plagohet shumë thellë se ti tash po interesosh edhe a me hongër buk me atë pare, a me ble këpuc, a me ble fanulle, a ble mil, ti s'ke e ke plagu ate që e ke ndihmu. E zban me qeni plagu. Mu përket, islami për këta qeshtit e dhonave, zeqatit edhe fitrës, edhe sadakave vullnetare, ka shku edhe uhajat i ka shti këtu. Uhajat janë një lloj e sadakës. Ka thonë, kemi shku aq larg në këtë femë madhështore që kemi, nëse vend dikush të dera me t'i lip 1.000 mark, uha. Nëse i ke, japja më sprit. Veç unë ju kisha këshillu në emnin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, që këto vite ta ndërprani uhan kejt. Ama jo veç ka të një jam ta ndërprese uhan. Të gjithë muslimanët ka janë t'i ndërpresin uhajat. Kur kuj mës t'i japë uha mo, derit menqurohen ato shka pe morin borgjën e s'pe e kthejnë. Se u bo zakon, u bo rebelizm total të ki popull, kolaj me lipe dhe me shku mu anku të filoni, se kam një problem të rrezikshëm e me kajt para derës ati, a i me nxerë 1.000 mark me t'i dhonë, thonë e ti mësmeni mo kur me jakthi ati parët. E me i thonë të ati, e vo veç shpirtin me të dhonë, a i mu bo të kërë dhe një herë i mirë me thonë, hajtë shko. Hajtë shko dhe një herë, hajtë shko dhe një herë. Këto ku e qunë popullin tonë? Këto pun e qunë popullin tonë, me i fitu njoni 10.000 mark dikun ku do koft, e pastaj pse pa i hatë me jetu pa pun, me i dhonë ato me kamot, me i dhonë 10 vetë dhe ka 1.000 mark, e tani 10 vetë ka 1.000 mark, ka 1.100 me jakëthin mujt, ati ka 100 marka, po i bonë 1.000 mark mujt, e ki po e konsideron tash se e ka mujt 1.000 mark, e ka sel që ta ketë 1.000 mark mujt, kje ka mujt 1.000 bërloke të kësa i dunjohe, edhe 1.000 azabet vorit, edhe 1.000.000 azabet gjehenemit. O popull i dashur, mos i nxjerr Allahu Gjelle Gjelalu ligje, mos i ban kësa i fetë ndërtuar prej Allahu jerne që qera. I kam dhonë 10.000 mark, 10 vetëve ka 1.000, e ato ka 100 mujt, du të me mi pru 1.000 mark mujin e kam bo. I kujna është kje regull? Kja është regull i dreqit,
Kja është regullit pa punve. Kja është regullit rebelave. Nuk ka regullit insani ki. Nuk ka regullit muslimoni as ma pak. Nuk ka regullit. Kështu kanë batis njerëzit deri në qole në fundit janë bo qole. Prej kësaj kushti e tani tërë. Shka pëndodh? Tani pëndodh që ai që ka morë dyqonin me qira, s'ka mishteri 5 muj për ma po e këthen. E po i thot ati zotnijës, unë e s'kam valla me të pagu i qira. 5 muj ka 500 mark, 2500 mark. 2500 marka po mbyllët dyqoni, po del. Mirë ti dole, ati, parat ati shka nejt e 5 muj, e po shka ti jap. A i kap dyqonin qetrit, a pa 5 muj, edhe a i po ele. A i qetri a pa një mot, edhe a i po ele. Qka po bojnë ma thu? Qka po bojnë njerëzit? Qka po bojnë njerëzit? Si e kanë vendosë këto? Largohë prej haramit, edhe mos fut haram në shtëpinë tënde. Ndash me të rritë pasuria. E po pra mos me dhonë zeqatin, edhe mos me dhonë sadakën. Apo zvogloka, ajo po zvogloka. Zvoglohet në përmet kamatës. Inna alladhina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi. Dhe ato që hanë kamatën zgjohen ditën e kiametit prej vorri si ai shka ka prek shejtoni. Qishqot ai shka ka prek shejtoni? Që qishqot? Do më ngrejnë kamera për plasët për toke. Do i me ngrejnë shpijes, a i prap bje poshtë. E të ne e thirin njonin mi fri. A i shka ka prek shejtoni së në hez drejt. E pa kështu qohen pra, ato shka hanë kamotën, ik për i kësaj, se kam sot temën të kamota unë. E unë jam kejt që të kunë sot në temën teme. Inderuar i gjemot. Allahu Gjelle Gjelaluhu, vuni sistemin ushqijes, i thati sistemi të punë. Sistemi i punës. Sistemi i dorës gjatë të fort. Sistemi të kamotës i tha sistemi i shejtanit. Sistemi i dreqit, ik prej asaj. E unë thash pra, mos jipni u ha pare. Mos jipni kurkuj. Ketë po e tham unë edhe po e qeni derën me qenë prej kejt ulemave i kritikum. Unë e di se mas dëgjimit këti dersi, Mulla Jakupi i filan gjamiës ka me qenë i kritikum. Këta e di për shkak se unë po thom një gjohë që nuk e tha Allahu. Unë po thom një gjohë që nuk e tha pejgamberi. Unë po thom një gjohë që janë shumë e ndershme mos e bani. Mos e bani deri t'ju mteket njerëzve se u hanë kur ta mirësh ka kushte në ditën e caktuar duhet me e këthi. Si pas Imami Shafiut, ka thonë kur të veni dikush me li pare u hate dera. Ki të drejt me i thonë kur mi këthen. Qështu këtën? Ki të drejt me i thonë kur mi këthen. Edhe pastaj, si ti thujsh kur mi këthen, edhe aj ta caktoj e datën, thuje për shembul, ditën e Arafatit. Qështu thot? Ditë e Arafatit, a ditë shka tjetë, a ditë t'i këthej. Teri a ditë s'ke drejta me ja përmen mo, se datën e ke caktume. Si pas Imamit Ebu Hanifës, me zhebin shkollën me të cilën na veprojmë, në të terene. Ka thonë kështu, nuk ketë drejt me vetë ata kur mi këthen, po ketë drejt mës me jalon. Ketë drejt mës me jalon, s'kam, s'jap. Po, aja dhave, s'ketë drejt me i thonë kur ma jep, po e keni qëtër të drejt. E shka është aja qëtëra? Ka thonë ketë drejt për dit me vetë që ato para s'mi bona. Për dit, kur ta zatë e të shludhe, që ato është ka ti dhash, a i ke azër me mi dhonë. Ama s'ketë drejt me i thonë, se kur mi këthen, se ketë drejt mës me i dhonë. Pra, praktikone qitive dushmonave të sevapit, qitive dushmonave të borgjeve, qitive dushmonave të respektit njeriut, që i ke shku në derë, edhe bile, pas herë pa e thamë, a i qetri që i ka dhonë parët ka ranë halë që shti me familjen e vetë. Ka ranë halë se s'po kam i upru në familjes vetë. A ki po shatitet me kërë, ki po pi Malboro, edhe po pi Malboro, edhe o palacin Malboro, edhe kërën Malboro, edhe cigarolikin Malboro, edhe astallin Malboro, edhe tablën e cigareve Malboro, edhe hunën Malboro, edhe gishtin Malboro, edhe të hunjmën Malboro, edhe kërën për para Malboro, edhe në gjamin e mram Malboro, u hajas po këthet. Edhe ma në fond prap gjemati kuj. Gjemati i islamit, ma ismrami, gjemati i shahadetit, gjemati i namazit, jo i nderuar, jo në lavi jam i dashur, jo, a i që i ka u ha duhet me flet ma let, a i që i ka u ha duhet me flet me njaninësi,
Ai që ka duhet me flet vesh me janë nësi njonin qelë me majt. E kam fjallën janë nësi me majt qelë, me punu pun, me i këthi borgjët, me i akthi u halë. Për jam të regoj një rast. Rast i kësa i dujohë, i cili ka ndodhë para 30 viteve hiq ma largë. Njerëzit që kanë prezentu të ki rast janë gjallë. Ato që janë gjallë ma kanë thonë mu e vetë që kanë qenë prezent. Kush se di ku api shkupi për sfilare për vardari drejt nga du shko, tu kri me kaqë. Ati njenin prej njerëzve tonë e zuni jama mas shpine. A gje ishte në koridor të dzeve nëzirës ative thalsi, edhe ju shem dhevi mas shpine e zuni jama në gjithsej. Beti vetë mrenda. 3 dit, edhe 3 natë shokët e ati ekipët pënun me hek dhevin, deri të arrin, inshallah mos është gjallë. Arritën gjallë ishte. Arritën gjallë ishte aj. Kisha arë të dhevi. Kur arritën dhevin me hek edhe me ndëgju mozanin e ati, kish qenë të vikatë rade, ne më mpare. Kështu vikatë këtë rade, ne më mpare. Edhe këtë fjallë ato e gjetën, e murën, e quna gje, a i vikatë kë rade, ne më mpare, edhe në spital vikatë kë rade, ne më mpare. Mas i arë në veti, mas disa diteve e pytën, e qka keki muhabeti, tha, radës ja kam pas 100 banka, kur u shem dhevi, tha, mdull për para mi lipke. Mdull hia ati për para dhe ke dajtë të banke. E ke të qartë me të zonë dhevi, qka të ndodhë, e pra mos haro, ti e thuj shështirë se e di unë e shqiptarët din me unë dherë më njëherë, janë si të lini janë kësi raste, po unë s'punojnë ma delë, marë, interesant. A ka njeri pineve që s'punojnë ma delë dhe se zë dhevi? As njën s'ka pineve që nuk punojnë ma delë dhe se zë dhevi. A di kur të zë dhevi? Kur ta qeles gjamin sa bale e u thuj shtullve, këshirë në gjam hoxha për kam po zot ma ismrami. Kur ta sosa atë kongën e bukur të minarës e cila lajmëron se me filoni nuk kri sot, e a që kur shkoj shte vorrat, shemë dhevim me kacija që, shemë dhevim me mjeshtri, dhjet jona ta marojnë konakun qërë, ta pregaditin dhevin e shemun ato. Edhe ta ujdisin bile me dur, edhe ta lagin mas pak. A dini shka që e lag mja mas që ati dhevit me qatë vokallin gjëmatin dershëm? Interesant, faz nuk ka, sunet nuk ka, mustahab nuk kash, mendub nuk kash, Allahu nuk e lip, të nga meri se ka porosit. Njerëzit e bojnë, e dini shka që ajo, kur mos me bo ban, kur mos me qute vorat vokal me uj ban, faktikisht as në armës me bo me ju pisodit a me, di që se lini pe bo, se ju kujtoni, bato teri shti që 500 vetë vokalla veç une pa vokalla. Që shka me bo paganizëm, njerëzit janë mësu me besu të e fjalla plakave, kanë thonë ma shumë se shka ka thonë ajeti. A gjenë Arabi, kur i bojnë vorat, Islami ka porosit një plom me ngrit për mitok, i kanë qitu i vorrave se zali frima e fort, zali në egër e merë me veti. Sa ta vorrosësh, ja merë zali me veti e banë prap tok. Të ne e merë dhevin frima. Vorën e merë frima. A kini nisi ja kish shu frima dikuj vorën? Jo, ato i kanë qitu i menu kore menu a i zali, mës me morë frima. E të nasë në në kore, po që edhe na po të qesim pak, që ati ta dim se ati të kazoni joma. Edhe njoni ato të thonë, daj të moj borgjë. Edhe njoni ka dalë për ta kënon një kongë këta ma borgjin. Ta kënon, të këta ma borgjin. Inderuar i gjemot, inderuar musliman. Unë ja kam njësë sot dërësit ri mas Ramazanit. Ma i spari Allahu Ramazanin kabul, sadakat kabul, fitrën kabul, zeqatin kabul, nafilet kabul, kejt. Unë jam të kalu sot e kam hap temën e haqitun, po jam në fazën e parë në ndarje me Ramazanin edhe në kalimin e ibadetit madh që po na vjen tash edhe disa dita e muslimanët anë kanë botës po i pregaditën ati, po i pregaditën haqit. E kuj po i pregaditën ato? Po i pregaditën haqit me kryerjen e Ramazanit pastrim, me dhënien e zeqatit pastrim, me dhënien e fitrave pastrim, me dhënien e sadaka vullnetare pastrim, me faljen e nafilave pastrim. Kanë dalë prej Ramazanit, janë fut në muajin e Shawalit, prej pastërties në pastërtie dhe më të bukur, prej sevapit në sevap më të madh, e që tash i kanë ninu edhe 6 dita në këtë muaj të madh të bekuar,
muin Shawal, pastrim mas pastrimi, tash po pregaditën për pastrimin tjetër, i cili pastrim e ka emrin Hajj, e ai prej punëve që ban është ajo që këto teshat me të cilët je përlong në këtë botë edhe ke bo gjunohe, ti nxerr ka dale edhe të thot pastron edhe një herë me një sapun në vendin e quajtur Dhul Hulejfa, i cili ka emrin Mikat, pastrosh edhe ati mirë, edhe vesh mo robët e bardha të xhennetit, vesh robët të cilët e kanë emrin qefin, robët më të mira që si ke vesh kur, robët në të cilët bati barabart me tije ai mreti Fahd, në të cilët bati i barabart me tije ai sultan Kabusi, a sultan Xhamusi, a cili bësh i barabart me atë që i fshin rrugët, edhe bësh i barabart me zënginin më të madh në botë, del në tokën ku në tokë të gjithë janë të barabart. Allahu Gjelle Gjelalu me i thonë, me durët e tua për pjetë, o Zot, a e vërteta që unë arrita këtua? A është e vërteta? Kue ka ma thua të qelësin? Kue ka ma të qelësin e ati sandëkut, ku i kisha të shpia 2.125 mark, e 3 miliard edhe do të hekrit, e 4-5 dit e qel, e këtha shpinën e një, e shka me bo, e shka me thonë, mirë jam, shiqir, mirë jam, po. Zëngini madhë, beti madhë. A i menquri, a i që hapi dyqonin, edhe punoj zanatin e vetë mekanik, apo punoj zanatin e vetë elektrik, apo punoj zanatin e vetë vulkanizer, jeta ati krejtësisht, krejt 21 vjetë për jetës ati, edhe shkoj në xhamin, dëgjoj hoxhën të spjegu për këtë fetë të dashurën, e tha, Haxhi ishte shtila e 5 prej mbi të cilët rrin Islami, ja tash unë e kam shansën, 50 mark ditën, 30 ditë bojnë 1500 mark, 10 muj bojnë 15.000 mark, për 10 muj 3.000 mark duhet mi damone, se në mod ven Haxhi, ta kri kur i kam 21 vjeqar, e të bjere njëherë, e për gjithmonë sistemi i kalpt i mykti muslimanve, se duhet a i me shku në Haxhi një 2 dit pa vdek. Të pike njëherë për gjithmonë poshtë, a i sistemi ati domaçinit i cili e din se në Haxh, edhe pse bëhet faz, a i nuk shkohet a gjithë se nuk ka bëhet faz, po shkohet a gjithë kur unë ja qes shortin. E thot a i pra, e ku me shku? Pare kam, ama shpia gjallit. Shpi? Thot gjalli pa martu, qika pa martu, reja pa ardh hala, dora e zanme, nusja e zanme. Kur gjo prej altonit hala s'kam ble. Rebel. Me të vërtet rebel. Një Haxh 3.000 mark, një qistek tërkuz e bakri 3.000 mark, shkon a i Turki a qenë midis të kapikull, në tasaj kapali qarshis, në kapali qarshi e le Haxhin. E me një litar të kalp të mik të bakrit, të cilën gratë ma azburat nuk e shofin fare, edhe ajo nusja të cilës ju ka vua e tërkuza në qaf, për dijav edhe ajo për të cilën u ble edhe ajo bezdisët. Edhe ajo se donë mo, kur ti boje 3 javë veri qohet për i gjumit sabale, edhe nusja e ka një lafa ma i ven marra me thonë, po verës i bengu, e rre derën të vera, të ne e vera e nisë, ma abetin e nusja e vazhdon. Thot, aga baba, po më ven marrë, unë e pak e re, po një laf e kam, po e di që ti s'ma prish, ki gojën veshën vesh i shkreti. Se ti shka ka bidali i shfare, thot, që këtë qistekin, a ka mundësi të zlatari me mandru? Se, shli gatë, se për mundër, e shka me të blebe nuse, bënizik halka për du. Halka për, ani da halka, kap tërkuzën, 40 halka mrena janë konta, u di i mërë të zlatari. Se zlatari a i menqur, a i thot, a i folë zlatarski, a edhe fjallë ti ka taltonit, nuk i ka veç dur taltonit, edhe fjallë ti ka taltonit, thot kjanë, 11 karat, po ti se ki ditë kër e ki mora gje, kjallë tani ema, 21 karat, e pra këto 400 gram duhet për 40 gram mindru, kështu shkojnë punët, kur ti boje ti vetë nusja, ven kunata re, mas, gjalli dit martot, thot babas, ka mundësi me mindru këto si të kësaj nusës, shtish ka po ven, se dhe unë jam reja jote, hajde birë, pin 4 ndi, pin di 1, kështu shkrijet moli edhe njerësa e gjahilit,
kështu paksohet pasuria ati njeri që ka bash mendon se ka dishka në kokë, a me dë vërtet në këto raste e ka kokën me byk, brenda e fije mende nuk ka. Edhe mas kësi ndëgjimi, edhe mas këti elaborimi të thjesht në formën e spjegimit katunit, edhe mas këti elaborimi, kur gjo nuk ndron fare, nuk ndron fare kur gjo. Pse nuk ndron? Nusja i ka ndorë punt. Ajo thot, shti du qistek, to ne du blizik, to ne du nja, to ne du një nos, e majs brami a i bëhet qerek. Përnveshme nuk rrit. Kështu shkon pasuria e njerëzve të pamend. Kështu shkon pasuria e njerëzve euforik. Kështu shkon euforistat, kështu e kanë fundin. Kurse Islami vuni një regull. Islami vuni një regull 1500 vite më herët. Tha, o ti i dërguar i Allahut për du mu martu, tha në regull, kështu i tha pejgamberi, tha në regull. Tha, shko tha, a ki di shka? Tha hiq. Kur gjo tha s'kam hiq? Tha hin të shpia, tha këshire moske di shka. Hin jaj, dull. Tha jo e Rasulullah hiq. Tha këshire moske një unaz të shpia. Hin jaj, dull prap, tha s'ka. Tha walau khatimen min hadid. Tha një unaz të altonit, tha këshire moske, dhekurit moseke. Hini dull, tha, jo ja Rasulullah. Tha di shka Kuranit prej Kuranit përmensh. Tha di, cëllën sure? Tha di suratul Baqara, e di surat Ali Imran edhe filan surën. Tha idhhab, fa kat zawwajtukaha bima ma'aka min al-Quran. Tha has shko, tha se mehri i kësaj grue për tije është ajo që ti e di pi Kuranit përmensh. Kja është ai sistemi jon. Kur do ta ndrojmë athu altanin me Kuranin? Kur do t'i ndrojmë këto? A dit shka do t'i ndrojmë këtë dhia me njëra tjetrën? A dit kur të në more dikush e erë në hun, do të në vene era popull, do të në vene era njerëz, do të në vene era gjemot, do të në vene era fuqi, do të në vene era radha njerëzimit. Unë i thash, edhe për fund dërësit sotit, një gjemotit i thash, a i ma thanë formën e vicit, s'pe bëjnë dërës, po, unë të thëmë shka thash, shka thaj. Thash o da shamirë. Shumë ja kam bajt dertin disa insanëve se s'ka një dare, se prej principeve tjetës time private si hoqë, mundon a i qetri pësa në shfukara dhe kur s'kan vetë. Mundon a i qetri pësa në shfukara, a i qetë zengin. E thash njoni ja kam pas bajt dertin, thash a i kur e bani darës më ndimi makë zëgjimish. E ma thaj, dashamiri tha, apo e ban ti dertë edhe pse mocat hecin kam da, tha. Kështu ma tha, a i fejnjeri tha, edhe që ketë dertë pe e ban, tha pse mocat kam da hecina. Unë se kisha ditë se dertin e qitive s'ban me bajt. E ban ti gajlen se populli po vun, aja dit ti shka ja ban gajlen mas shumë ti, a i për veti hiq dertin se ka. Hiq dertin se ka. Edhe mazi, për mbyllin e këti dersi, për qatë gjimishin, për qatë bërlokin, u ha pare du të me lip. Qish me e këthi të në ato ha? O i nderuar, Allahu i namazin e gjumaz kabul. Në këtheft Allahu gjelle gjelaluhu në atmosferën e Ramazanit, edhe pse nuk kanë Ramazan, lillahi l-Fatiha.